Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar dhe për të ndarë në fakt një ngjarje që ka marrë viralitetin shumë të madh në rrjetet sociale. Janë disa anti-fansa, unë do të them, të Mozës, të cilët bëjnë një lloj proteste, sikur Moza e ka tradhtuar bujakën, sikur Moza e ka gjuajtur në tokë bujakën, sikur Moza e ka gënyer bujakën, me një bisedë që ka bërë në dhomën e gjumit, duke e quajtur Ilir Shaqirin grande. Do të thënë, Mimoza e ka quajtur grande Ilir Shaqirin dhe gjasme Ilir Shaqiri do t'i ndihmoka për vajzën e saj. Tani çdo nën në thelb, çdo nën, do të thënë, do t'ikim nga kjo petka e lojtares, do t'ikim nga kjo petka e përditshmërisë, por të qëndrojmë tek petku i nënës, te petku i gruas së hekurt. Çdo nën kur merr një mesazh të bukur për vajzën e saj, për fëmijën e saj, unë mendoj që është nëna më e lumtur në botë, unë mendoj që është nëna më krenare në botë, unë mendoj që kjo nën ka atë shpirtin e saj për ta gëzuar, për ta jetuar, për ta duar trokitur momentin. Dhe në qoftë se Iliri i ka shprehur një dorë ndihme Mimozës për vajzën në aspektin artistik, sepse vajza e Mimozës ne e dim shumë bukur që është kitariste, mua nuk më duket tradhti kundërdrejt një miku të saj, kundërdrejt një lojtari tjetër, sepse ajo ka quajtur grande. Moza është afruar shumë me Ilirin këto ditë. Unë e kam thënë që Moza dhe Iliri do të lëshojnë shpatat në këto ditë tashmë. U ka mbetur vetëm një ditë brenda në fermë dhe tashmë për një ditë unë mendoj që nuk ka nevojë më për të dhënë spektakël. Ato spektaklin e kanë dhënë të tyre, spektaklin e kanë bërë dhe do të ishte e tmerrshme, do të ishte pa logjikueshme në qoftë se një artiste do të kishte grindje në ditën e fundit me një banor brenda, edhe pse do të thënë ajo e dihet që është fituese, e dihet shumë bukur. Gjithsesi, kjo qëndrimi i Mozës kundërdrejt Ilirit në lloj falënderimi, mua nuk më duket tradhti ndaj bujakës, por mund të jetë edhe një moment tendencios që Moza mundohet për të lënë gjurmë në aspektin e premtimit të Ilirit, që nesër në qoftë se Iliri nuk e mban si premtim, sepse premtimi është shumë i rëndë. Në momentin që ti duhet ta japësh një premtim, ti duhet ta realizosh atë premtimin, ti duhet ta mbash atë premtimin. Jo të japësh premtim edhe nesër ta gjuash në tokë premtimin të cilin e ke dhënë ti, sepse ne jemi mësuar, ne jemi shoqëri që pothuajse çdo ditë marrim premtime. Ne jemi shoqëri që pothuajse çdo ditë na gënjen dikush, na gjuan në tokë dikush, dhe kjo nuk është e bukur. Ne duhet të jemi fuqi, ne duhet të jemi dorëplot për të arritur të gëzojmë premtimet tona, dhe unë mendoj që Mimoza thjesht e luajti këtë strategjinë që nesër Iliri të mos si thotë që unë nuk ta kam thënë, por Mimoza ta nxjerrën edhe gënjeshtar. Po kjo nuk do të thotë që Mimoza ka shkatruar marrëdhënien me bujakën. Ato janë brenda një shtëpie, ato do të rinë, do të bëjnë shaka, do të emocionohen, do të qajnë me njëri tjetrin, sepse janë brenda një shtëpie dhe nuk munden domethënë ta neglizhojnë qëndrimin e tyre në atë mënyrën se si mendon disa fansa duke e quajtur Mozën tradhtare. Unë e quaj Mozën shumë stratege dhe e quaj Mozën shumë mike.